një femër tjetër, ti nuk inspirohesh nga e mira. Ti inspirohesh vetëm duke ullur të tjera. Dhe ti, Juela, nuk e ullë do të dashur. Pra ne të ka frika do bashkove me Mateon. Pa dhe frikë që po ju unë pancat e Mateos, se të duen tani. Pa dhe frikë që po ju unë pancat e Mateos, pra ndë ju bashkove. Nëse ti mendon për fansa dhe për odishtin e prandaj që ndronë. Këni përmendi sot, jetu nik me dy burrat martum. Ju i boni këto kalkulime. Ju i boni këto kalkulime. Jo, ti ne të tha për vota. Për vota e përmende ti, e përmende ti. Ju rrini me interes votash me njëri tjetrin. Shiko, ju ka folur për vota ndonjëherë, jo. Ju foni, ti flet. Se te sot rrinë dy burrat martume, sepse kemi ndër objekti që të mbron për vota. E the ti, jo punën e votave. Të djetë ty, ke i nati që Juela ka përkraje. Ke i natë, se drita Juelës po lartësohet. Edhe ju mbasi e ullet njëri tjetrin në prajë, unë bashkut prapë njëri tjetrin për mos të humë fancat e njëri tjetrin. Ju jeni rezultati i një dashuri artificiale komplet. As më intereson djenja jote, as më intereson djenja saj. Fare. Por unë shikoj juve, ju këtu, me veprimtarit e juaja. Ju bini poshtë me argumentat e juaja, në pubertet. Se vërtet me siguri e mërë në lidhje thonë, ma shumë po djektu se sa neve. E kupton sa delirante e, që meresh me nga mjezi ndargët, në ndjek nga mrapa, ti vaj të dashur dhe ta shi që po bën bised me këte, erdhet ju këto, sepse do debat, do Mateon, se erdhet të më kërcnu mu, të më tanu, do të nëzjerë jashta, ke frik nga Juela, ke frik nga Juela, do të nëzjerë jashta Juela, jo, do të nëzjerë unë jashta, do të nëzjerë unë jashta, ke frik Mateo, me të dy unë nominime, dikush dhe të bërkena, po të bëj një premtim që ti do dalësh para meje. Këtë gjë ti e di shumë mirë, ti e di shumë mirë i dashur, po ti ke frikë që unë kam përkrajnë atyre si pasteje, ti ishte lartë, ti ishe lartë ti me brikenën, ti ishe lartë ti me brikenën nuk u bashkotin bashkë, po ju keni frikë, ju keni frikë, jo 10, ajo do t'i lartësoj, ajo ka nevojt lartësojt tani, se si pas te lartësojt duke nik me fancat e tu, ose ajo me fancat e asaj, e kuptoj ju, qa rezultati jeni ju, qa keni reziku ju për këtë Big Brother, ku është sakrifica ju për këtë Big Brother, ku është loja ju, ku janë dinamikat e juaja, ku gjelozia, prekamsha, të keni gjbo, duke u tallur me Juelën dhe duke u tallur me publikun duke shi gjana falca. Ti je falco. Një person që ka vetëm ide të rri brenda kornizave ka frikë të jetë i vërtet, ka frikë të jetë vetvetja. Dhe ju jeni kjo. Ju jeni rezultati i frikës për të qenë vetvetja. Ju nuk e merrni rrezikun, sepse nuk je i aftë ta përballosh rrezikun. Duhet shpallat e gjëra, o Mateo. Nuk mjafton shoqëria jashtë me parashuta. O Mateo, se për shoqëri kemi boll, o dashur, jo parashuta ti ke përmend parashutat, ti ja ke përmend, ti ja ke përmend dashur, e di se mos mi përmend parashutat ti, se unë mbështetjen do ma tregoj publikut që më ka dashur deri këtu, s'kam përdor dashuri falso, në rregull, nuk kam përdor në ofendime, si puna jote, ti e ke ofendu këtë vajzë për t'u lartësu, ti e ke ofendu i ke thënë, ku janë fjalët femër e fliqur e degenerume, të gjitha, ti s'ke ofendu kur, o mashtrus, o mashtrus, po publiku e shikon që po mashtron, po vazhdo mashtron, se do të nxjerr keq unë ty, e disa keq do të nxjerr unë ty, se e kam këtë aftësi, unë ti prek pika, e shikon që thotë ajo ndashë, ka frika jo, ka frika jo, shive sa frika jo. I dashur, e di si të nxjerrun ty, e di si të nxjerrun, po s'më intereson ambientet e tuat punës, kush je këtu, qa më intereson kush je jashtë, nuk më intereson fare kush je jashtë, zero, qa publiku, ti e talë me publiku, ti e talë me publiku, o ABC, që përdor në këtë Big Brother 5 fjallur, 5 ofendime, femër e fliqur, e degenerume, e degradume, të ka hikur ftyra, ti e degenerume komplet, ti do këngëtar Luana B, ti do të kesh karrierën time mbase, ti e do atë talentin tim mbase, sepse ti je një person smirës, ti e ke natë kur një person ka përkraje, ti ke natë kur një person është i arritur, ti nuk e ke vlerën e sakrificës, nuk e ke tregu sakrificës, nuk është sakrificë ti vish mrapa një vajzë, o djali dashur, është detyra një djali, është detyra morale një djali që